penale ministra dhe zëvendës kryeministra, por nuk është menduar ndonjëherë se ekzekutivi duhet të bllokojë sistemin e drejtësisë. Me veprimet e tij, faktikisht ai po asgjëson totalisht këtë sistem. Në raport me shtetin dhe administratën, gjykatën kushtetuese siç e pat e kapi në mënyrë barbare, i imponoi gjykatës të marrë kompetencat kushtetuese të gjykatës apeli dhe gjykatës së lartë në asnjë germ, në asnjë nen të legjislacionit shqiptar nuk parashikohet që gjykata kushtetuese të shqyrtojë masa sigurie para shqyrtimit të tyre nga sistemi i drejtësisë në 3 shkallë. Në asnjë mas, në asnjë gnem. Ky imponoi gjykatës të marrë pushtetin e gjykatave tjera në mënyrën më antikushtetuese. Gjykata kushtetuese firmosi licencën për vjedhje, manipulime, falsifikime të tjera të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, ndërkohë që do shqyrtoi çështjen. Çfarë çështje do shqyrtoi? Do shqyrtoi çështjen që pezulloi. E kuptoni ju? Kur ata do shqyrtonin masën e pezullimit, ata e pezulluan masën e pezullimit. Çfarë fytyre kanë ata tani? Të marrin vendim tjetër përveç atij që kanë marrë? Pra, de facto, duke bllokuar parlamentin dhe duke i imponuar gjykatës një vendim që do nxi në analet e drejtësisë shqiptare në të gjithë kohrat, Edi Rama ka marrë çdo pushtet dhe nuk pranon zbatimin e ligjit nga organet e drejtësisë. Tregon se për atë nuk ka ligj, nuk ka kushtetut, nuk ka organe drejtësie. Ai është i të gjitha pushteteve dhe për më tepër kur e dërgon atë njeri atë lubit të diskredituar në shkallë ekstreme për vjedhjet dhe për të gjitha sjelljet e saj. Se nuk është pak shqiptarët panë se çfarë llumi kanë në qeveri që përdorin cila është gjuha e qeveritarëve e njerëzve që i qeverisin ata, e cila nuk është më jo rrugë, po shumë më keq se gjuhë rrugë. Kryeministri me zëvendësin me tjerë me radhë, me drejtorat e me tjerë me radhë, dhe këte merr dhe e çon tek ura e mifolit. Është një lloj si të çosh litari në shtëpinë të varrit. Pasi i ka vjedhë stërvjedh ata njerëz apo edhe u përmbytën në të katëran për shkak duken qartë shkaqet. Sigurisht mot kishte, por të gjitha investimet, të gjithë infrastruktura e cila duhet të mbronte këta qytetar u provua se ishte jashtë funksioni për shkak të vjedhjeve, jo për shkak se nuk ishin bërë investime.
Jo, nuk është se nuk ishin parashikuar investime, po investimet ishin vjedhur dhe ky e dërgon për riabilitim në fatkeqësi, bazuar në disa parime, se në mortje pritet dhe armiku. Ai që vjedh nuk pritet kurrë, as në fatkeqësi dhe në asgjë. Dhe nuk dërgohet dhe nuk ka asnjë skuzë, asnjë normë morale për ta pritur atë, më thonë. Prandaj dhe unë edhe një herë u bëj thirrje qytetarëve kudo që t'i shohin, t'i gjuajnë me vezë dhe me domate. Se shkaku i thellë i përmbytjes tyre janë këta. A nuk dihet rreziku i vjosës? Asnjë mas nuk kanë marrë. Asnjë mas. Të gjitha sistemet e kanalizimeve jashtë funksioni. Dhe dilte, thoshte se 520 kanalizime, kanale janë pastruar, që të gjitha të mbushura edhe me hedhurina, po të mbushura me beton, të mbushura të ndërtuara mbi to, të mbushura nga tombino, të mbushura nga shumë ndërhyrje të tjera. Dramet mërshme e Durrësit. Durrësi, si kur erdhi një tsunam nga deti, u përbyt. Dhe e tëra, sigurisht moti ishte, nuk them, po të tjerat homemade, të bëra nga njeriu, të bëra nga pushteti. Nuk e spostuan qytetarët e Durrësit. Hidrovorin që ndodhej në pikën më të ulët sipas studimeve më serioze, i vendosur aty. Nuk e spostuan. E spostoi qeveria, e cila e vendosi në një kot po thuj 2 metra më të lartë. Nuk i vodhën qytetarët e Durrësit portat e hidrovorit të Hamallajve. 3 pompa shumë të fuqishme, me motora, ishin zhdukur pompat dhe motorat. E ishin shkuq vendosur 2 pompa nafte nga mijëra metër kub që ka një pompë në sekond, në 30 metër kub sekond pompa e naftës. Me qindra rroga paguën për hidrovorat, për ruajtjen e tyre, për mirëmbajtjen e tyre. Dhe jo të që se janë ruajtur, po pompat janë vjedh, janë shkull, pompe motora. Dhe ky nuk bëhet me protesta. Dhe në vend të një ndjese të madhe publike dhe një dorëheqje, u dërgon Lubin për të thënë që u kemi vjedhur dhe do të vjedhin. Për të thënë të gjë. Po si mund dërgohet ajo që vetëm me 2 dosje shkon tek, me 3 dosje shkon tek 1.2 miliard. Grabitja, plaçkitja e parave qytetarëve shqiptarë natyrisht nga Rama. Është Rama mrapa.